Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thoni lam të mirë qimeve në fytyrë për gjithmonë, kjo maskë do ju befasoj. A jeni të bezdisur nga qimet që shfaqen në disa pjesë të trupit dhe vetmja gjë që dëshironi është që ato të zhduken? Ja një recetë se si ju ta përdorni për të zhdukur dhe eliminuar të gjitha qimet nga fytyra dhe trupi. Pas disa muajve përdorim të kësaj recete, të gjitha qimet e padëshiruara do të zhduken tërësisht. Merrni një grusht lëvoshga arrash dhe më pas të digjeni. Hirin e përftuar prej tyre vendoseni në ujë dhe lëreni të qëndrojë për plot 12 orë. Sipas ekspertëve, përsëriteni këtë procedurë disa herë në ditë dhe mbajini garzën për plot 30 minuta. Më pas, në përzierjen që ne ju përmendëm, zhyteni këtë garzë në ujë dhe vendoseni në pjesën e trupit nga ku dëshironi të eliminoni qimet. Pas disa javësh, rezultatet do të jenë të dukshme. Ndërkohë, sipas ekspertëve, qimet në fytyrë janë një problem që e kanë një pjesë e mirë e grave. Shkaqet janë të ndryshme, si për shembull çrregullimet hormonale. Shpeshherë depilimet shkaktojnë edhe irritime, puçra me infeksion dhe njëkohësisht skuqje të lëkurës. Për të shmangur të gjitha këto ka disa mënyra me anë të maskave. Këtë lloj maskash ju mund t'i bëni në shtëpinë tuaj pa shumë produkte. Do t'ju duhet një e bardhë vezë. Në një pjatë ndani të bardhën nga e verdha e vezës. Me anë të një furçe e shpërndajmë të bardhën e vezës në fytyrë. Menjëherë pas kësaj vendosni mbi të bardhën e vezës në fytyrë një pecet fare të hollë. Mund ta vendosni në të gjithë fytyrën ose në pjesët ku ju dëshironi që të eliminoni qimet e padëshiruara. E lyejmë pecetën sërish me të bardhën e vezës duke përdorur një furçë ose gishta tuaj. Si për shtresës së dytë të bardhës së vezës, vendosim sërish një pecet tjetër të hollë. E lëm të bardhën e vezës të ftohet dhe më pas fillojmë të heqim ngadalë pecetat e thara. Bashkë me to do të ikin edhe qimet. Maska me sheqer dhe mjalt. Për këtë juve do t'ju duhet një lugë gjelle sheqer kafë ose të bardhë, një lugë gjelle mjalt, një lugë gjelle ujë, një tas i cili duron nxehtësinë e mikrovalës, një spatulë ose shkop akullore dhe disa forma në copa shiritash. Udhëzimet: vendoseni të gjithë përbërësit në një enë e cila e duron nxehtësinë. Vendoseni enën më pas në mikrovalë ose në një ngrose të çfarëdoshme. Përzieni përbërësit për rreth 30 deri në 35 sekonda, derisa kjo përzierje të fillojë dhe të fuskojë dhe të kthehet në ngjyrë kafe. Largoheni enën nga nxehtësia dhe më pas e lëreni që të ftohet pak, sa të mos ju djeg lëkurën, pra të jetë ngrohtë por jo e nxehtë. Merrni pak nga dylli i ngrohtë me anë të një spatule dhe më pas vendoseni atë në zonën ku ju keni qimet e padëshiruara. Merrni një copë në formë shiriti dhe vendoseni atë mbi zonën e lyer me dyll. Me anë të gishtave ushtroni pak presion mbi copën duke e sheshuar atë me lëvizje sipas drejtimit të rritjes së qimeve. Më pas tërhiqeni copën me ngadalë në drejtimin e kundërt të rritjes së qimeve. Përsëriteni të njëjtin proces derisa qimet e padëshiruara të jenë larguar nga fytyra juaj. Maska me shafran indie. Shafrani indis mund të përdoret i vetëm ose i kombinuar me disa përbërës të tjerë, të cilët ndihmojnë gjithashtu përheqjen e qimeve. Ai ka veti antibakteriale dhe parandalon të gjitha infeksionet e lëkurës. Sipas ekspertëve, merrni 2 lugë çaj shafran indie dhe më pas përzieni atë me ujë për të bërë kështu një pastë të hollë. Shpërndajeni përzierjen në fytyrë dhe lëreni për plot të 10 deri në 15 minuta. Pasi maska të jetë tharë, fshiheni atë me një copë
pak të lagur duke e lëvizur copën në drejtimin e rritjes të çimeve. Përdoreni më pas këtë mask rregullisht për disa javë derisa çimet e fytyrës tuaj të jenë larguar plotësisht një herë për gjithmonë. Ndërkohë, çimet e fytyrës janë një problem shqetësues për shumë gra të cilat duhet që të jenë të kuruara në detaj. Shumë prej tyre përballen me rritjen e çimeve në zonën e mustaqeve apo në atë pranë veshëve, por ka ardhur koha që t'i harroni metodat e dhimbshme dhe të kushtueshme të eliminimit të tyre. Në këtë video, ju do të mësoni se si ju të përgatisni një lloj paste magjike e cila zhduk çimet e fytyrës njëkohësisht pa dhimbje. Lajmi i mirë është se ju mundet që ta përgatisni vetë këtë mask dhe për më tepër nuk e acaron fytyrën. Ju duhen vetëm 3 përbërës të thjeshtë për të shpëtuar një herë për gjithmonë nga çimet e fytyrës. Përbërësit janë një lugë gjelle miell, një lugë çaj, sheqer dhe njëkohësisht një vezë. Përgatitja: përzieni të gjithë përbërësit në një enë fare të vogël derisa të merrni një lloj paste. Sigurohuni që përzierja të bëhet ngjitëse në mënyrë që të arrihet efekti i dëshiruar. Më pas e aplikoni pastën në fytyrë, sidomos në zonat ku keni çime dhe lëreni atë që të veprojë për plot 15 minuta derisa ajo të thahet. Pas kësaj hiqeni maskën duke e tërhequr atë. Lajeni fytyrën me ujë të pastër dhe rezultati do të jetë me të vërtetë i mahnitshëm. Pasi t'i keni hequr çimet nga fytyra juaj, përdorni një krem hidratues. Ju mund të përsërisni procesin her pas here për të siguruar që çimet të mos të rishfaqen përsëri. Çdo grua ka çime në fytyrë, por disa prej tyre kanë çime më të trasha që u rriten më shpejt se të tjerave. Ju mund të përdorni maskën me sheqer dhe limon, e cila do t'ju vinë në ndihmë për të zhdukur çimet e fytyrës. Sheqeri dhe limoni janë një kombinim i provuar dhe i vërtet për heqjen e çimeve të padëshiruara të fytyrës, të cilat janë përdorur prej kohësh. Sheqeri ngjitet në çimet më të vogla të fytyrës dhe i largon ato në një mënyrë efektive, ndërsa limoni i jep lëkurës tuaj një shkëlqim të shëndetshëm. Për të bërë një pastë kokryzore, kombinoni sheqerin, lëngun e limonit dhe gjithashtu një sasi fare të vogël të ujit në një tas. Mund të përdoret ose i ftohtë ose i ngrohur pak derisa të formohet një pastë ngjitëse. Aplikojeni një shtresë të hollë në çimet e padëshiruara të fytyrës. Masazhojeni për disa minuta dhe më pas lëreni të veprojë për 10 deri në 15 minuta. Pastaj shpërlajeni tërësisht me ujë të vakët. Gjelatinë dhe qumësht. Gjelatina është gjithashtu e sigurt për të përdorur në fytyrë si një ilaç shtëpiak për heqjen e çimeve të fytyrës. Një maskë e bërë me gjelatinë dhe njëkohësisht me qumësht është gjithashtu efektive në heqjen e çimeve më të trasha të fytyrës. Ju duhen 3 lëg qumësht, një lugë çaj pluhur gjelatinë pa aromë dhe disa pika lëng limoni. E vendosni në mikrovalë për 15 deri në 20 sekonda. E përzini mirë dhe më pas e aplikoni në një shtresë të barabartë në fytyrë, duke u siguruar që të mos jetë shumë e nxehtë. Lëreni të thahet për disa minuta para se ta hiqni. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.